Të dashur qytetarë dhe qytetare, ju bëj thirrje, edhe ju që heshtni, por që shpirtërisht nuk aprovoni kurrë këto vjedhje monstruoze dhe këto qëndrimet shnjërzore ndaj kombit që mban Edi Rama. Të lam me një anë çdo pakënaqësi, të lam me një anë çdo mosmarrveshje dhe të bashkohemi në këtë kryemëritje të fuqishme si shpresa e vetme e shqiptarëve. Kryemëritje e cila synon të bashkojë të gjithë shqiptarët pavarësisht nga mosha, pavarësisht se mund të jenë të bindjeve të ndryshme politike, por që gjykojnë se vjedhjet e të mërshme të qeveritarëve po shkatrojnë financat e tyre, po shkatrojnë vendin e tyre. 8 maj duhet të jetë dita e shqiptarëve, e protestës tyre më të fuqishme. Unë kam besim se do japin me 8 maj mesazhin më të fuqishëm ndaj këtij regjimi bandit dhe hajdut.